Imagjinoni të jeni shpirti i fundit që largohet nga zjarri, njeriu i fundit që hyn në xhenet, kur çdo besimtar tjetër është vendosur tashmë në gëzimin e përjetshëm. Asnjë turm që të mirëpret, asnjë shok pranë teje, vetëm frika, turpi, shpresa dhe një mëshirë aq e madhe sa i kalon çdo kuptimi njerëzor. Kjo nuk është historia e një profeti apo e një shenjtori të madh. Kjo është historia e një besimtari të zakonshëm dhe mund të jetë më afër nesh se sa mendojmë. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka përshkruar një njeri që do të jetë njeriu i fundit që nxirret nga zjarri i xhehenemit. Ky njeri nuk shpëton shpejt, as nuk nxirret me nder apo me forcë. Ai del ngadalë, me dhimbje, duke u zvratur mbi trupin e tij, pasi është djegur dhe dobësuar nga ndëshkimi që ka përjetuar për mëkatet e tij. Lëkura e tij është djegur, trupi i tij i raskapitur dhe shpirti i tij plotësisht i përvuajtur. Kjo nuk është historia e një profeti apo e një shenjtori të madh. Kjo është historia e një besimtari të zakonshëm dhe mund të jetë më afër nesh se sa mendojmë. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka përshkruar një njeri që do të jetë njeriu i fundit që nxirret nga zjarri i xhehenemit. Ky njeri nuk shpëton shpejt, as nuk nxirret me nder apo me forcë. Ai del ngadalë, me dhimbje, duke u zvratur mbi trupin e tij, pasi është djegur dhe dobësuar nga ndëshkimi që ka përjetuar për mëkatet e tij. Lëkura e tij është djegur, trupi i tij i raskapitur dhe shpirti i tij plotësisht i përvuajtur. Nuk ka mbetur asnjë krenari në të, asnjë besim, asnjë ndjenjë të drejtash, vetëm kuptimi se qëndroi përpara drejtësisë hyjnore dhe mbijetoi vetëm nëpërmjet mëshirës. Nuk ka mbetur ndërsa zvarritet larg zjarrit, zemra e tij është plot tmerr. Çdo zë prapa tij ndjehet si kthimi i mundshëm. Ai nuk beson se është i sigurt ende. Ka parë si duket ndëshkimi dhe ajo kujtesë nuk do ta lër kurrë. Në këtë moment, ai nuk mendon për shpërblim, rehatje apo nder. Mendimi i tij vetëm është mbijetesa. Ai beson se vet aratisja nga zjarri i xhehenemit është më shumë se sa meriton. Ky moment ka për realitetin e llogarisë në Islam. Mëkatet kanë pasoja dhe madje besimtarët mund të kalojnë në përpastrim para se mëshira t'i përqafojë plotësisht. Ky njeri përfaqëson mëkatarin që nuk e humbi besimin plotësisht, por e dështoi veten e tij vazhdimisht. Ai nuk paraqitet si i keq, por si i dobët, dhe Islami e pranon këtë dobësi me ndëshmëri. Historia e tij fillon jo me shpresë, por me frikë, sepse frika është ajo që thyen arrogancën dhe e përgatit zemrën për mirënjohje të vërtetë. Ky moment ka realitetin e llogarisë në Islam. Mëkatet kanë pasoja dhe madje besimtarët mund të kalojnë në përpastrim para se mëshira t'i përqafojë plotësisht. Ky njeri përfaqëson mëkatarin që nuk e humbi besimin plotësisht, ndërsa njeriu ngadalë largohet nga zjarri i xhehenemit, Allahu urdhëron që zjarri të shtyhet edhe më larg tij. Nxehtësia e padurueshme që dikur e rrethonte trupin e tij fillon të zbehej. Dhe për herë të parë ai ndjen një ndjenjë lehtësimi. Por edhe ky lehtësim përzihet me frikë. Ai vazhdon të kthehet prapa, duke shikuar vazhdimisht mbi supet e tij, i friksuar se zjarri mund ta thërrasë sërish, i friksuar se arratisja e tij mund të jetë e përkohshme. Zemra e tij nuk është shëruar ende,
Ajo është ende e plagosur nga ndëshkimi dhe turpi. Në këtë moment, njeriu i flet Allahut me dëshpërim dhe jo me besim. Ai kërkon vetëm që fytyra e tij të kthehet larg zjarrit. Ai nuk kërkon rehatje apo shpërblim, vetëm largësi nga dhimbja dhe ndëshkimi. Pasi ka parë zjarrin e xhehenemit, madje edhe mëshira më e vogël duket e madhe, dhe vetë siguria bëhet dhurat e paçmueshme. Allahu i plotëson kërkesën dhe zjarri vendoset prapa tij. Një paqe e brisht vendoset në zemrën e tij, dhe ai premton menjëherë se nuk do të kërkojë asgjë tjetër. Ky premtim nuk vjen nga arroganca, por nga frika. Ai i njeh mëkatet e tij. Ai e di sa afër kishte ardhur shkatërimi. Por Allahu di diçka më të thellë. Ai di natyrën e shpirtit njerëzor, dobësinë e tij, dhe se si shpresa zgjohet se kjo histori e buti zemrën tuaj, forcoj shpresën tuaj, apo ju kujtoj mëshirën e Allahut, shpërndajeni me dikë që ka nevojë për shpresë. Komentoni më poshtë se cila pjesë e kësaj historie ju preku më shumë.